Po, 28, që t'ja kam mirë në atë nonit. Ja, e këmë thonë edhe urimet e të marë, urimet A e të ko, a jenë shuta, po ketë? Hi! Po, mirë, super. Hajde, Adnan, nisja. A jemi? Jemi. Prime jemi. A shkojma? Po, po. Okej, përshëndetje me që shok, dashamir, krejt që ka jene urime dhe të të marë, si s'dija i këmë thonë ajo, për herë të parë për prezentoj vetëm në një podcast, po me qenë se për një vetën tamam si në podcastin tim se jem të mika imi, të shoqe imi që një shumë ati, jem të Ana Kabashi, më t'i sa pas këmë përmen bjame se zakonisht me nov ka këtë, Ana mirë se ke ardhë unë e të ti. O, mirë se gjeta dhe unë. E më se gjeta ty të une. Je bre që ka kom hongër unë me vite, hajde bre onë se ty dënë kamera, delje se zbon, ka njëherë onë është interesant, i kemi do vajza dhe do djenë, që i plotësojnë krejt kushtet edhe kanë krejt, do më thonë, edhe nga pamja, edhe nga truni edhe krejt i kanë për me ba një diçka të bukur. Një për ty në vje edhe ti që të këmë thonë, moti, Ana, dosh me ba një podcast, dosh me ba një... Mu po më do këtë shumë i vogël këj podcast, se di sa ki kapacitetin e aftësis për me ba sanet më dhaja. Se nuk po du me t'lavdu, se është e ronë pa kur full fjallë të mëdhaja për dikon që e njef e sane, po këto për flasë për njerëzit cilët nuk njofin. Do më thonë, Ana, unë e që rri pak ma shpesh, mi amat bukrën që duket me ato që ka din, e bukra jetë shumë e vogël. Faleminderit shumë. Edhe qëto fjallë më një për teje, për mu kanë shumë rëndësi. Jo, se po vdesmi, dyqysh pa ju thonë njerëzve, që ato që amenon, dush mja thonë, apo kupton? E diskutum ma herët që... Ma herët e diskutum, po. E ke pas ditë lindjen që ta shbuon? E kom pas me 18 prill. Po, unë ta këmëru, po ta uroj prap. Su ka dhora sa vete ki buat? 18, 25, 25, 26 i bëj. Perfekt. Unë e ti e din që vjetë nuk, unë e gjithë mund tonë që vjetë e kam punën e vetë jetë hecin, na e kuna punën tonë, njëri nuk plakët, na plakëmi vetë nëse dojmi, nëse nuk dojmi, nuk plakëmi. Robi plakët kur do në vetë. Ama kem të diskutu pjesën që njerëzit nuk po urojnë në kohën e gëzimit, po urojnë vesh në kohën të idhnimit. Po dhe unë na bisedum para kamerave që thash foton që e kom ba për datë lindje, nëse e kish postu zotëru në vlo jam këtë foto, që unë vdish vlo, logaritë sa lajku, sa komenti e sa gjëna sa fake. A di sa gjëna që jena të jetu një botë shumë fake. Jo, që vujnë atash nasë, na nuk i kena 20 vjetë që me vujtë kush maroj, kush maroj. Unë e ditën ta me nisi me lumëturi edhe e kryoj vetë a dashnina ata krejtë. Dhe më thonë nuk vuj për një komenti, po nalesh edhe menon sa fake jemi ba. Nuk jemi qa që në zonë, nuk jemi qa që... Që s'kemi ko me uru. Që s'kemi ko me... Edhe që s'bjen men, edhe që s'e shes, se gjithë kohën jena online. E she, edhe qa që mira, fotës ki qare, pe. Është e vërtet, po veç e kalojnë. Po veç e kalojnë, abden, tash nuk po dune me i gjuku njerëzit që sëllë kanë ru, tash mos të këthejetën personale, po flasë... Po flasin përgjithsi. Unë tonë si për temen si shoshni, jemi ba shumë për tasë, edhe jemi ba që po lypmi vdekje ose tragedi ose diçka për me thonë dikoj. Edhe nalesh një moment thu shoshnia jonë sa shumë e do në gjunahin, sa shumë e do viktimin edhe sa shumë e ndojna zezën, gjyren e zezë dhe më thonë. Edhe pse ngjyra e zezën në veshje shumë e bukur, po kështu mos ta dojna. Po shumë e vërtet. E pse po mendon që të ndodh kjo? Ky fenomen kove të fundit? Ky popull e dimi që shkollimi baziko zero, leximi është çka më thon zero, edhe njerëzit sot është rrit luksit menduarit. Sot njerëzit nuk keni të fol diçka për të lumturën, diçka për po ton kohën i ki të fol se do të tokun veternik një kerë që të djehina 260 diçka goma, po më duhet me qumen, do më thonë, jena bo shumë pjesë robotike. Nuk jena të fol më për lumëtërin, me thonë që hangra djerë një dark, ose një drejk me nanën, hallat, tezet, motrat, nuk jena familje, nuk jena më të rezatu pozitivisht, jena të rezatu me një pozitivitet fake, a për kupton, tonë jenë të do, tonë për kanë që më do këtë pasun. Dumi me kuptu, kur nuk e harrej, kemi qenë në Antalli me gjerime, ka qenë edhe Ana aty edhe kërsa harrej një fjallë tane se ta mas mirë të mbot, se ka njerë fjallë të mëdhaja nuk dosh me ka një meqën, dosh me ka në spontant edhe që e ki ose se ki, e kem offer ujit, pak sa ropë mramja edhe kje tha, unë e të folë, si zakonisht të lëshushtos ato, kje tha, Adnan, unë tha ngam, lutje tha zotit qysh du, s'dash në shqip, dash në anglisht, se është mirë pa pare e kije. A pëtin edhe kjo, wow, a për kupton, shtu që po harrojmë ka njëherë se njerëzit po menojnë që me besu në zotër veç hadet falum.
Jo, me besu në Zot është edhe që kjo, që Zoti ka vendosë që ty mos me të bë begjet pacall. Do më thonë, nuk dush me konë pa tjetër krejt humorista, krejt këngëtarë dhe krejt me konë me paret, pasun. I pasun një në momentin që ti kini familjet mirë, unë mendoj që ashtu, e ki shëndetin edhe e kini rreth shoqënisë ku shëndosh, ku ata të respektojnë, ndojnë edhe të çmojnë. Pikë, që kjo është hapi i parë i pasunisë. Mandej këto pjesë artificiale edhe po na duhen, është e vërtetë, po na duhen. Okej, pjesa materiale të vynë për me jetu në një jetë më të mirë, por nuk është gjithçka. Jo, edhe po. Njerëz po harrojnë që Zoti është prezent gjatë gjithë kohës. Po dhe momenti që të qohesh prej xhumit është mirë më kon falendërues. Po, edhe në vetur falendërues. Në çdo moment, në çdo moment, me qenë falendërues për jetën që e ki, për me tart gjëra të tjera më të mira. Unë as një emision që dal para kamere, edhe në këtë rast edhe te ti, nuk hy pa thonë Zot faleminderit që unë kom qenë në fakultet filologjik anë, edhe nuk kom shku, e kom thonë këta zisarë, nuk kom shku në fakultet filologjik për me kry gjuhë dhe letërsi. E kom thonë 100 herë. Kom shku në fakultet filologjik, kom ardhë në Prishtinë prej Podujeve që sot jetoj atje. Në Podujeve në du shumë, jem shumë i lidhë se është e mirë për me jetu. Po unë kom ardhë në Prishtinë se për me më rrit diçka duhesh me ardhë dikun, me notu në ujrat fella. Më të mloja. Podujeva nuk është që t'jap shumë, sidomos profesionit tanë. Po për me jetu është mirë, se i ki gjithë qatë unë, nuk dalë me një kafesh me thjeni shok. Krejti këm shok. është një si me ndru një dhomë e dalë salon ose për salonin dhomë. Po kom arë Prishtinë për më arë këty ku jam. Edhe gjithmonë e kom të regu e qysh kena udhtu me fukarallake, qysh kena udhtu me ato. Po nuk e di sot që i kemi shumë kushtet më të mira, po harrojna mu knaqe dhe na ka hy një farë gjelozie, po pritojna me dhonë njëni tjetrit komplimente, priton njëri me të thonë, po do kesh mirë, që është pa pare, i ka veç 2 sekonda me të thonë, edhe veç është njëri mu një mirë bre? Po, ashtë i qare se, edhe kur ta sidomos kur ta kosh me dikon se ke pa më ti. Nëse që ati personi, unë jem ti pak që i dho njerëzve komplimente se ka njëherë edhe ranën të koft, Eshtin mu një mirë. Njerit janë rreq vajbin, për që atë të regullisht, ti kesh nuk ban. Kur qka tu kalu një person, do është ati me qatë fjallë të mirë janë rreq vite. Bravo, ashtë i qare, unë jem tip që është që njerëzve ju dha këgja vajve të mirë edhe po motivim, ashtë i qare se që është po thuti na nuk e dina njerëzit prej qka kalojnë, edhe pse na keshin në tavolinë, se ne pak njerëz marrin guzimin me kajt para një shoku, një shoqe sa dikoj. Njerëzit sot kur nuk janë të vujt më shumë se sot. Do më thonë, në 2026 që sot çdo shtëpi ka 2 vetura, sot kena shtëpi mirë, sot kena ushqimat mirë. Nuk e pas mundësi ti me pas një përfrishdjak na pas frishidera në dhe sot kena në përfrishderet tona të mirat. Po, e vërtet. Po sot kur njerëzit nuk janë konë më të palumtur. Palumtur janë njerëzit sot. Edhe është problem, nuk po du tash me hi mu bë psikologe, sociologe, është temë shumë e gjanë, po është filozofi e madhe qysh ka mundësi që sot i kena punë më mirë, po na ka hy një farë Ramon Morina ka thonë, u hi një farë dreqi. Na ka hi një farë dreqi, një farë gjelëzie, një farë cili po arrin ma shumë. Nuk e di pse, ndoshta kohrat ndryshojnë edhe interneti, edhe qa që jeta o bue shpejt, sa që mu njerëzit nuk po kanë mëshirë për njëri tjetrin, as ko. Po, mu më pyesin shumë, kolegë ku jetu një thëmë po të jeve? Po të jeve pse në Prishtinë jo? Tash po do jeva i ka 20 minuta 25. Pse dunan me aprish rahat lëkun vetës, me arën Prishtinë, e njoni këshia që atje mi kajt një fëmin banes, e ma gjuda një keset bërlogut, e të më thonë, pse duna vlo, abdin, e me hypën katë parë. Po pse duhet këtë marën Prishtinë? Po, dhe pse dunan me hypën katin e parë marë dhe i rapasolin, katin e 2 sarmin, katin e 3, pite me meshkur, unë jemë po do jeve kam shpin o borin shumë të mirë, do më thonë pse duhna për 20 minuta 25. Unë nuk e la për një banese, kom një banese, nuk e la, e ble edhe një, hiq pa as të i problem. Qëllimi është që edhe në botë, në Gjermani edhe në Austri, në Itali, në Francë, njerëzit nuk ka që ku kam punën edhe që aty jetojnë. Jetojnë, po. Jo, në fakt, njerëzit ka në përbot, ata që janë më të pasur jetojnë në periferia, nuk jetojnë në midis qytetit. Atin është funksionon ndryshe, po tash këtë na është një sistem tjetër edhe normal që... Jo, mu më keshët shumë se thëmë, e ku po mungoj june që po jetojnë po djev, që ti po vjen ma shpejt ose diçka se s'po të kuptoj. Ama kusht esenca e pse po t'intereson, dhe më thomë pse s'jam unë në Prishtinë, atin pse duhet mu diskutu që kjo ku jetojone, kur
Nuk është ka të lu rol ty heq, dhe më thonë asë ty o ka të mërë gjumi. Jo, veç ata mon batarin ma shumë orë këtë kalzon. Që ta mon ma shumë në porri. Dalim pak të familja, çfarë raporti ka nani me familjen e ti? Po tash me qenë se me këto vite unë rri halon familje të nona, kuptohet, na jemi, do më thonë, jemi 3 vllazën edhe 2 motra, motra është e vogla. Unë jem fëmija më e vogël, po tash pi motra, po bjen me thonë me vogla, është në Kanada. Motra tjetër Leonor është në Kanada, Lendita është në Podujev, tu jetu me fëmijë, ka 2 shika dhe një djalë. Burrin e ka në Gjermani që edhe e shpejt është do të na largohet, pak po na mërzit dorën zamër, se e kemi pas veç ato si motër edhe për gjithçka ofër tuan me to, pak është e vërtet që na mërzit kur të shkon, po është pjesë e jetës që do të më bashkua ajo burrit vet atje. A je më i lidhur me motrat apo me vllazën? Se di, unë jam me gjithë. Jam me gjithë, domethënë, edhe me motra jam, s'po di motra, po mendoj edhe hallin që e kam këtu në Fushë Kosovë, gjithmonë ka femnimi jam dyqysh më i lidh për arsye se di mendoj që du më ju dhon më shumë hapësirë, që i ka për arsye se me 2 vllaznin kur t'ju du na unë që aty jam. Qoftë pjesë financiare apo përveç që me shty kjerë nuk e shty. Aron s'kom qu korra. Nuk jam, e di veten, i mirë. E di veten ku jam. Po me familje kam një raport shumë të mirë dhe jemi kështu si familje të qetë edhe kalojna shumë mirë mes veti edhe jemi shumë të lidhur. Jo veç, s'po flas veç për familjen e ngushtë nona vllaznitë sana, po flas komplet për atë lagjen ku jemi, se jemi një vllazëllak ku jemi rritur aty, edhe me një kohë kur jemi rritur në Podujev, nuk kemi pas mure. Krejt shtëpiat kemi qenë, po ka qenë që kemi ditë ku apo rryt edhe jemi, po fëmia turra kanë nga në për oborët e migja tjetër edhe ku kemi qellu për buk, kemi hongër, ka dal gruaja Axhës me buk edhe na kanë gjytonve me diçka pestela, diçka dhe na ka dhënë. Domethënë raporti në lagjen ose në mahallën në Podujev aty ku jem, ka qenë superior edhe unë kisha me qenë njëri më i lumtur që çat dashni me bart edhe këta trit që vinë. Edhe pse është problem, për arsye se unë krejt edhe djeltagje, dhe krejt ata i di si vllazni, jo si kusheri ose se gjithmonë jemi kanë si për mirë si për keq një vend, edhe vazhdojna me kanë, jemi na 2 gjenerat, domethënë. Shumë e mirë që kem bashkallak ti qysh. Po, e tash jemi largu pak, për arsye se tash disa kanë dalë në Prishtinë, tash për në me që kjo që folëm pak më herët që kjo pjesa që jeta shumë dinamike, tash me thonë s'kena ko, s'është që edhe s'kena fort, po qashtu na ka marrë ko telefoni dhe edhe na kemi jetu në bashkallak, zjat më kallxune herë. Nuk e di. Kena jetu në pej, përpara, ketë kështu me migje, me holla, me gjyshen, me krejt. Edhe kur jena kon 12 fëmijë në shtëpi, edhe kur kemi mësu këtë bashkë, kur kemi lujt këtë bashkë. Me fëmijët ka bashkëve, s'ka pas. Po këtë jenë konë zonë sa shumë të mirë. Kur jenë konë në klasë, mija ka bashkëve konë për me njëherë gishtin atë. Shumë e vërtet, gjithmonë në shkollë, jena shku këtë në shkollën e njëjtë, edhe jenë konë gjenerata se cila ma mirë se tjetra. Që çdoherë kur kemi shku të na mësosa, diçka, ku na jeti, po ju jeni këtë fëmijë të mirë. Të merë malli ka njëherë anë për kohën ku për e me nuk ka pas ma knasi, po flasë për vitet e 90-ta, dëri mo në luft edhe dhe në 2010 nështë, ku krejta i vllazëllak gjithë në përshpia, edhe me gjellartë edhe kusherit e parë, po që ato 5-6 shpia, dhe që shumë të lidhën mes veti. Jemi thirë në priftara, nona tona, unë e di, e kanë pas kohën kur vllazëllakun tim, nona eme ka pas ditën e vetë kur kam i thirë krejt grata Axhës në qaj. Po, jenë kondorane. Jenë kondorane, po përbesin kondorane. Nashta sot po dojnë me kanë in, me jetu në altë në banes me një qenë, e me kanë in, me ditë pak anglisht e pak turqisht e pak, apëtin, mirë është me ditë gjuhë të huja, se është aftësi, është arritje, është sa ma shumë gjuhë, është shumë okej, po veç unë menoj që na sa do që unë në Hollywood me më rri, unë jem që kjo Adnan, dhe më thonë, edhe nuk du me hu pas të një histori rritjen teme edhe dhere këtu ku kumarë. Po bre, nuk është diçka keqe për me më shef. Apo kupton, jo, nuk mujnë me më shef ardhja hallave, ardhja tezeve, unë e kom lajt më ndej shumë edhe të dajt, këtu kur kom kry fakultet kom lajt shumë të dajt, po jem ka një dajve një familje. Edhe unë shumë kom lajt të dajt. Edhe po jem ka një djali dajve, edhe sot për një pav jem
ma i lazrumi ose ma i dashnit të dajt, unë me qika dajës jam ekstrem i lidh, do të thonë shumë i lidh, edhe të dajt kom nejt shumë, po edhe dajam ka përkrash shumë. I përshëndesim dajt e të gjithë dhe se gjithë ndoket këtë fëmijët jenë të lidh me daj shumë. Dajt dyqysh, se di, unë menoj që fjalla daj, nan edhe Allah, se di, janë dyqysh shumë si të barabarzdi. Është punë e madhe, nuk e di, e që kjo po vjen shumë i nati që po harrojmi ka njëherë, po bëjmë kushte, po pe harrojna emërtimin nan, emërtimin hall, emërtimin teze. Shumë e vërtet. Dyqysh nuk ka sen ma i afërt se halla, se tezja, se nana. Për nan ma mos flasmi, nana është... Po në ditë sotit është ardhur koha me përmenë edhe që të fakt se po harrojnë edhe nonën edhe babën, në fakt. Shumica e personave. Po harrojnë më kujdes për ta, po harrojnë me thirrë në telefon me thonë, hey, qëshje, a je mirë? A dhe në shtarë një kohë që... Ose unë po menoj që do përmendojnë që kujdesja për nanën e për prind, përgjithësi, është veç mja dhonë të bëk me hangër. Jo. Kur plakësh... Je si fëmijë bre? Ki nevojë për kujdes? Unë e mendoj qëra anë, na sot punojmi. Edhe jemi lider, njën bashkë jemi lider. Edhe një farë mënyre nuk vunë fort, edhe vujtjet i përbalon se kima në gjerem, jeni fa lideri, jeni fa liderje. Po kur plakësh, nuk dhe vetë ma që thoi, nuk dhe vetë ma kur kush ka ki dajt. E qatë person është mirë me afru, unë e kom halën këtu, është pa martu, është në banes, e shumë herë për shumë sene e pys, nëse kom e ble një kerra, diçka, e pys, unë e di që ajo hiç lidhe s'ka matë punë, e pys për mi kalzu që hala i e vlefshme. Hala, dhe më thonë, hala që ndërën të me kanë qaje që e kanë, abden edhe pse i ke po tash jo shumë vite, po abden është mirë mi pyet njerëzit ma në mosh që a kanë nevojë për diçka. Mu ju kallëzu që halojnë të vlefshëm. Një telefon bre, unë zakonisht në podijev kur nisa për Prishtinë, e thiri hallën, i thiri kiqi ka të dajës, motrën, dajën, do më thonë, dhejtëve në Prishtinë unë jemë në telefon, e la dhe një telefon edhe flasë do më thonë me krejt, ka 5-6 minuta, se sëmë kushton kur gjë po menoj, as nuk ma ullë pjesën... Prishtinë të i kryjnë këtë telefonatë. Po, as nuk ma ullë pjesën artistike, as nuk ma ullë kur gjë, është diçka që e mushi batarin tam, e mushi shpirtin tam edhe në regull është, dyqysh është dashni që i rrit me ta. E çfarë raporti ke pas me babin? Prindi, ka vdek 2014, prej kësaj smunje, inshallah pigjinit i laqi edhe krejt ata që janë të smut prej asaj smunje dhorë zoti i shëron. Unë e kom gja shumë pi prindit. I kom gja edhe nga dukja, po edhe me disa veti. Do më thonë, prindi ka ditë shumë mirë me vizatu, njëjtën di edhe vetë me vizatu shumë mirë. A i ka da shumë futbolin edhe ka pëlqy me kom futboler, njëjtin e kom të rashegu, njëjtin asaj asë në s'kena mujtë me... S'kena mujtë me qenë futbolera? S'kena mujtë me qenë futbolera, po, në ashtat tjenere. Jetën tjetër. Po, okej. Edhe prindi ka vujtë ana shumë prej kancerit, edhe e ka dasht jetën shumë. E ka dasht jetën shumë, po nuk e ranë është kur mundohësh mi jam shef që nuk kis mund jetran edhe ti po shërohësh, po është e pa mund që ma bëdin. është e ranë kur dikush e do shumë jetën edhe ai ka qenë tip që ai ka këqyrë shumë eksplorer. Do më thonë, ajo ka në gjendje me spjegu shumë për NASA, për botën e egër, ka këqyrë shumë, është interesant, ka këqyrë shumë filma dhe shumë qitë pjesën e dokumentare që ta. Po Zoti nuk dashti ma shumë me na lanë me neve dhe ai na ka mërzit shumë edhe dorën zamër për i vdekjes ti, diqysh nuk është që çdo sen që arriti një jetë ose çdo sen që bojmë diçka në familje, ai pak na kalon një farë. Atë na mërzitit për ditë dikush flet me kohën, jo unë po mendoj që me kohën mërzia prindit turënu diqysh, se di unë për prindin çdo ditë mërzitna, edhe çdo ditë lutna për ta edhe nuk e di, është pak e rëndë. Shpresoj që babi është në një vend shumë të bukur qëtash, edhe sigurt është tuna po, edhe të thonë Adnan je shumë i mirë, edhe për djalin që e ka bu sot, se ti për një me je shumë një njeri shumë i mrekullueshëm, ju që të kom shok, po seriozisht, nështë api njerëzve që ja kom nisur në karrierës shumë ama ti, me me thonë që me ty e kom shoqnin mas shumë ti pi shumicës, mos më mërzit ashtë edhe mu. Se ta, hajde vëndrojnë atem. Hajde ndrojnë atem, okej. Dalim te Sofia, te aktrimi. Ku e more veshti që po dënë mu bu aktor ose komedian, le të themi, si filloj roli Sofis? Unë shpi që ato që ta thashëm Vllazni Lak, se të ardi që të thoni pak. Me ditin pak.
Unë mahal po thon kështu, unë Alban Blaku, Albani është këngëtar shumë i zoti, po aty ku ka pas venin s'ka punu. Edhe e urrej për atë pjesë, ai sot kish mujt me qenë niveli i këngëtarëve të mëdhenj. Si Afrimi, si Labi, si Dane, si Xene, si Naime, si 17, si Nane këta, po nuk ka punu. Qësha do të thotë kur Zoti ta shkruan një diçka që ki me kanë, si fëmi, unë e bëjsha koncerte në mahal. Koncerte në mahal edhe me Albanin bashkë. Albani Knojke, unë e moderatori, motrat e mija, qikatagjes, djemtagjes, kusheret e krejt, do më thonë, ulshmi në atë bashqen, për para shpisë, tash është shpia e Agjit Bajram, që kena shumë respekt për ta. Edhe fatmirësisht është gjallë normal. Edhe aty unë e prezentejsha musafir mirë se keni ardhur publik i dashur do artërkitje. Unë e prezentejsha me një busht kallamuqit. Edhe eftojsha tash dikon me imitu në sen. Dikon, si shme rëndësi? Rëndësia është me thirë Albanin, sa i dike me kënu. Me dojnë të pika aty. Po, Albanin dike të pika edhe këneke. Edhe si sa interesant, prej krejt lagjës, dhe më thonë, unë Albani mandej kemi startu ai si këngëtar shumë i mirë, unë si aktor. Dhe më thonë, prej krejt lagjës, edhe pse në lagjë kena pas shumë artiste, në mahallën tonë, lagjën tonë, hallat kanë ditë shumë mirë me kënu, pashto hallat Albanit kanë ditë tepër mirë, sot din me kënu mirë. Imagjino më mbledh ata me një shtëpi, me janis kështu. Po, edhe unë e menoj që në venin ku jem rritune, aty më i me thonë që jenë kona 30 artist, që sot ishin konë super artist në emën. Sot ishin konë në mosh, kuptohet, po ishin konë super artist, po që zoti ku nuk donë. Mandej, kur erdha në fakultet filologjik, unë e bona grupin e aktrimit. Në kadër të unionit pavarë studentav, edhe shfaqen e parë në sallën e kuqe. Ona, kur kom dalë para publiku, që në podujeve kom lu shfaqen e parë, si amater kuptohet, edhe masane si student, qëfar dashnije në sallë 1000 veta, plus edhe rektori musafir aty, unë e bëjsha komedi. Do më thonë, atë dashni ma nuk e ndjej sot. Sot kena shumë përgjithsi. Në atë ko ke pas dëshirë me të nalë dikush, me thonë heja jetë ti në fakultet. Do shta dhe që u konë fillimit e tua, tani u konë diçka e re për ty. Sot e kena shumë me përgjithsi, ka të levizo me kërë, ka të hecu, mos përna full dikush s'po më nëmi full, që do mos kur dole më s'kenë. Tash nuk këma aja dashnia, ose aja aj qefi që kush përna shet. Tash është përgjithsia, so për shfaqmi mirë që ata. E qëfar roli e ke pas aty? Aty kom pas një rol, aty lushëm studentat problemet në konvikte. Diçka shumë aktuale. Po, aktuale në atë ko, unë me Simon Tanushin, tash që është Mikel Police me Migjen Bib, që e përshëndes shumë dhe më thonë Simonin, me Simonin e kom nis, edhe për aty kalova në prallë me Tupan, pralla me Tupan ka qenë Chelsea, i krejta sa që jem sot. Aty kom pas fatun e nuk kom kry shkollë të aktrimit, po aty kom kry një shkollë me profesorin. Eksperiencë të aman, po unë e kom punu shumë me profesorin e Krem Kryziu, dramaturgu, regjisori, që ka me thonë, njëri ndër më të mëdhejt Kosovë në Shqipëri për filmin e për. Ajo më ka dasht shumë, si Adnan, edhe punoj ke shumë me mu, për ti ku mësu shumë. Ku mësu shumë për Katret Saqipit, edhe ku mësu shumë për Erhan Kërkesit. Unë në këta i kom pas regjisor, edhe nuk e kom qatë letër, po këta tret, bashkë me Enver Petrovçin më kanë diplomu një farë mënyre, edhe më kanë thonë t'i bon. Shumë mirë. E aty lindi Sofia? E në prallë me Tupan më ndaj ka lindë Sofia. Unë e bëjsha një gru me Shëngylle Ismaili, me Shëngylle në prallë me Tupan, e kum pas një motër, më thonë, se shoqe në është pak një motër, me ta krejt provat, mas provat, të në konë nga kom bashkë. Edhe unë e bëjsha qitë Sofin. Shëngylle shumë është e mi. Po, ajo dekt, do më thonë, te për keshke. Sa që unë i thera lebre ka njerë, se të qysh po ma bën qefin se, edhe ajo i të regoj Valionit që Adnoni është të bën një gru shumë të mirë, po më bën fanik me keshe sane, edhe unë prova, më tha profesori e Krem, tha Adnan, dilën s'kem po dalë, unë në atë kohë kisha Aslanin, rolin Aslanit, e më tha, hajtë luma qatë grun që pelun, e tash aty më të radhoj Shëngyllës, unë nuk e desha që kjo ju ka të regu që unë e pëboj, e veke shumë marrë, e tash provë, bre, hajtë, jo tha, ja luje, tha, ja nuk ati, lujta i pilqej shumë profës, i pilqej shumë Valonit, edhe në atë kohë musafir kanë qenë vëllezërit e Mziu, e tash unë e hyna me një replikë si nona e tyne, edhe të të regu që shi ku më rritë. Po është e vërtet që për një javë ku më lujtë edhe mur je honë si rol me njëherë. Edhe për atëherë që ma Sofia më thon që është vull e një plake
në Kosovë zakonisht humor. Unë edhe e ruj kogja shumë se e kom për obligim i ru krejt nanat, gratë, qyshet. Po, e se lindi ideja me shku në për dasma? A ke dikush që të ftoj? Po, dasma të falenderoj shumë Asrit Mulaj, këngëtarin, ajo është në Zvicër të ashtu jetu, ajo më ka thirë për herë të parë në darsëm edhe këmë thonë Astrit, atë menoj pak loshkë se përbes, nuk po di se dyqysh, edhe e takova Shyhretin, kur sa harroj, Shyhret e Belulin, po, sheqerin e stratës. Shëndesën e Shyhretit. Edhe pëthom Shyhret bërë që shtu më thiri Astriti, Shyhreti bashkë me Lulin, në darsëm, thash, po, hes shka, ti e ki humorin e mirë, tash me thonë Shyhreti nuk është pak, prej aty kalova në donën prova, edhe pikallzoj mirisën a imit, ata je normal, hec, kalovan, do më thonë pikallzoj Astritit, thash po ve, edhe prej aty darsmën e parë, me njëherë më kanë thirë në 2 darsma tjera, edhe në prillën maj që atë viti këmë pas në 15 darsma, edhe nuk jem nalma, nuk jem nalma. Prej ati momenti. Po, apo ndjenjë interesant kur shkova për jetë parë darsmë, se nuk e disha, apo keshin që unë e pi bëj me kesh, apo keshin që... Që do këtë vitë që interesant. Po, dhe pjo do këtë pa me vizuali interesant, një djali veshën në dimija që apo di. A ka pas momente që e kanë vrejt për shama që je ti? Se di, unë më vje shumë marrë, ka njërë me full për vetën tem, po ka njëherë qasë shumë ju dok në njerëzve që jam qaj personazh original, sa që ka njëherë për një me harrojnë që jam Adnani, apo din. Dhe më thonë, se shumica më thonë që si halla nëri, si halla jo, si halla kjo, apo din. Kujt ju kishe falenderu se që i ndihesh pak si bërgjë, si profesionalisht edhe personalisht kështu një jetë? A ki naj person që ndoshta thu i kom shumë bërgjë ti personin? Po, në studime, tashna nuk... Se po përmend shumë emna, që pas kam pas shumë rol një jetën tonë, edhe në profesionin tonë. Valon Malokut, unë zakonisht ku t'jam edhe ku gjithkun, i thëm faleminderit gjithmonë, Valon Malokut, Antigona Kotorit, projektit Prallë me Topan, se tash mos kish me qenë Pralla me Topan, ashta kish me qenë dikush tjetër, po që Pralla ka qenë sebep edhe gjithmonë falenderus, se mos kish me qenë Pralla, ashta asune nuk isha ky edhe kisha më mujt me qenë një tjetër profesion. Kjo është falenderimi i parë për arsye se kjo ka qenë dera që tropolina e parë që mu më ka gjujt. Gjatë rrugtimit tam të fakultetit, unë i kom pas disa njerëz që më kanë ndihmu, se ka njëherë tash mu me dhonë edhe 100 euro nuk është që më ndihmon, apo të nëse i kam, po në atë kohë me dhonë vesh 1 euro, u konë diçka e madhe, për arsye se me njëherë mas luftë 2002-2003 në fakultet, edhe nuk ka që kemi pas kushte veç mrena shtëpis mirë, me hongër e me pi, po jashtë pare kështu nuk kemi qëndru mirë, qysh besoj kanë qenë edhe gjithë. Unë e kom pas halën gjykat që ta përmena, ajo unë unalqa gjithmonë të gjykat aty, si student edhe më jap ke 5 euro. E kur më jap ke 5 euro, dhe më thonë, 5 euro, si sot më të dhonë 5.000, apo din, në atë kohë, dhe më thonë, unë i falenderoj shumë, unë e falenderoj dajën tem, po ashtu kum na shumë të dajt edhe dajar na ka dhonë, do më thonë, mu më ka përkra ekstrem shumë. E përmeni blerimin, të regova blerimin, njëri i parë që e kemi pas veç një tel të keq në mes, ai punoj ke edhe gjithmonë për fakultet mu ka gjinë me 2-3 euro, 4 euro, 5 euro për mu thu, djali agjes, fitimi, po ashtu, ku kemi qenë, ku më ta kemi Prishtinë, për shembull, më ka hypur në kerr edhe kemi shku, kemi hongër drejt bashk, mi ka gju pak pare, po për mu ka qenë shumë. Ajo shumë që për përmenin është asot është për ta kanë e vogël se janë kanë në rrugë, për mu ka qenë shumë e madhe, apo kupton? Për që atash si mesazh që njerit mund më ju gjinë sot edhe me 2 euro, po për ta shumë, nashta për neve jo. Kështu që adin të jep kur nuk varfrohesh. Kështu që unë i kam disa njerëz kuptohet prindin tem që ai ka qenë vetë artist edhe gjithmonë nonat tona janë ato që pa pas suksesin diqysh dyshojnë. Ati dyshojnë diqysh, e prindi ka qenë ai artisti që gjithmonë ka besu shumë në mu. Ka besu shumë në mu edhe më ka shty shumë. Kështu që unë falenderoj shumë, në Zvicër sa kom qenë, masanina e kom pas Bardhyllin shokun tem, edhe Kusherinin tim që ajo më ka përkra shumë, ku kom qenë ka ardhë. Më ka pajis gjithmonë, jo me një laptop, jo me një diçka, se atëre na vike për me. Po flas sanet vogla për ta, po për mu një kohë shumë sanet më dhaja. Kështu që i falenderoj krejt ata për karrierën time që nuk kam qef. Mendoj që njerëzit mos mirë njosa
Nuk kam paçi, jo, mendoj që edhe nuk kam paçi me veten edhe ndërgjegjet se kanë të pastërt. Veç dikush që ma ka qit një kafe në fakultet që në atë kohë nuk e kam pas me pi, unë jam tepër falendërues. Unë jam shumë falendërues. Kjo është e rëndësishme. Unë kom najt kallzova, unë kom najt fakultet shumë net të dajt. Edhe unë shumë herë thom dajve, meritat i kanë gratë e dajve. Se gruaja dajs mos më ka kur gjë. Po, vërtet. Kur tek qyr, apo kupton. Se gruaja kur s'është kur s'do me pa burrin e vet me familjen e vet mirë, atëherë diçka aty nuk është në rregull. Daja më ka nips, kam qenë, po gruaja dajs ka qenë gruaja dajs, dy daj kom pas, edhe dy gra të dajve edhe sot na dojnë shumë si nipar, nuk na kanë dallu kurr. Shumë mirë. Abden. I përshëndesim gratë e dajve. Sot i përshëndetëm krejt. Ku ka gratë dajve amon ju ku, krejt i përshëndet. A ki pas momente për shembull se Sofia si rol është sot asaj dite ti shkon halon për dasma dhe është pjesë e rëndësishme e jetës tonde. A ka pas momente që kolegët nuk kanë dashur, për shembull ta kanë bënë të keqe ose një prapavi që ti mos më kon pjesë e një dasme ose se di, me thonë ai fjalë të keqe ose pedem ti çush janë pak këto xhelozia që funksionojnë. Nuk e di unë si Adnan dyqysh pak prodhoj menimet këqija edhe negativitete, dyqysh unë rri me gjithë thjedin, me gjithë knash na keshi, po zakonisht i kam ato selektimet e mia, kanë thirrin telefon. Edhe gjithmonë ju them, kanë thirrin telefon për kafe, di që të vlerësoj shumë. Po tash nuk kur t'jam me një unë tonve du na më fol se funit s'm ka bërë ças kur gjë. Po normal. Po dyqysh jem kanë edhe në stradë i dashtun se unë jem tip që nuk foli kur keq për kërkonin, jem tip që kur njet nuk më intereson. Nuk janë nxorr rrugën kërkuj për kur gjë. Kur nuk janë nxorr rrugën kërkuj për kur gjë, se funit mendoj që është gabim, edhe nuk më hasun dikon që më ka bë dëm. Nashta më ka bë unë hala se di. Si të di, nuk ja la. A mundesh me na tregu një histori të ndaj dasmës që e mban mend sot asaj ditët, në një moment të paharrueshëm, që ndoshta ty të ka bu mundi shumë mirë, që ti ki bu mundi ata shumë mirë. Kom pas rast dasëm për me kesho kjo, s'pja përmeni jam në hotelit, në atë kohë Mihria po më thet, pse po bash kahre me kësi dimia, me kësi në përdashna, se veshësh më kallaj me patent. E dyqysh unë isha shumë sigurt me toj mi lidh. Atë në lidh o vllallën nuk tutësh. Po, e vërtet. Apo qelet, apo qelet. Jo bre, edhe kisha shumë probleme edhe me u vesh, edhe me patent, shkoj në tenusja, mi jo bo për hajrë edhe ish tash me bo humor. Fati bre, zoti madh kur nuk don. Tu i fol nusës, veç e kom dje diçka që mu ka ndesh. Që tu i kom zonë. Se dë bohen durt njërës. Edhe pse më ftofët komplet trupi, se veç thash para më do kisha mujt me kon midis edhe më të desh krejt, apëtin. Shkon horish, si shbo nami funit, po, apëtin dasëm shumë, apëtin. Po, do të me pas kujdes. Ish bo një situate pa lakmushme, edhe tani s'kishe dit mo kajanis, apëtin. Edhe i kum kap, jem këthy pe i dhondrit, edhe i kum thonë, kapi. Edhe dhondri shumë loqk. Mi ka rrugullue, unë e menu se në mersha. Edhe so më qatë edhe unë mëse pre grune e ujmë ropa. Apëtim, edhe në zërë shashtosa, edhe a i minreqi, po të kalzoj taj në mhupja dhe humori, se s'musha më koncentru. Masanenaj, isha me kolegën tim Halimin, veç këmë thonë, afro më afer, edhe që të ma dorën shpina, apëtim. Dhe e këmë kry dhe më thonë, qull. Kemi situata ndryshme për dashma, po fatmirësisht, unë kur t'hin darsum, nuk hin darsum, si me thonë, hajt pe krysi obligim. Unë e hi ndarësëm si me hi për vlonë tem. Dhe me thonë, me qatë përgjësi edhe kur dal për i darësëm e s'kom qef me dalë që ata mu knaqë. Nuk më intereson, mënën me kanë këngtarët matë mirë në darësëm. Kom qef kur dalë, unë me lanë tatu. Me full njerëzit për mu. Apo kupton, se kom qef njëri që mi aparët. Kujtimi bukur bre, është kujtimi bukur. E për qefit kaftu. Darsëm po banaj. Edhe nëse unë në qatë darsëm ju kum kujtu, kur ai ka disa artista, ju kum kujtu edhe unë veç për humor, se na jena pak luksën pjesën e dasmës. Kështu që kemi shumë historia, shumë vujtje, shumë të lashe, shumë po me rrumllaksu jetën, e kësha rrumllaksu me notën 10 që për arsye se si tip jem falenderus dhe i Zotit edhe si tip nuk nisna pa Zotin kërkun pa e knuni shahadet
pa thonë, jo nëherë, por shpesh herë, la, 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 Zot falemderit. I falenderona Zotit sa të herë të kapi vallon e kerrit, apo kupton? E nis me bismillah. E nis me, po, unë mendoj që dosh me nis me bismillah, se dyqysh Zoti ka dashur me ta jap çit veture, me t'i dhënë çdo parë që i kin xhepe, çit familje, çit abdën edhe ku je nisti pa i thon Zotit falemderit. Unë nuk du mi thonë në emergjencë Zotit, Zot tani kënej. Kur të ka zuri. Ja, nuk i thom në emergjencë kur Zot nimam, abdën. Unë sonte i thom me ditë me diell, sot i thom Zot nimam, unë vështërsi në gjitha. Edhe unë kam qatë pjesë që du më kun falendërues në çdo moment, edhe njerëz ndoshta se kuptojnë sa rëndësishme është kjo pjesa e të qenurit falendërues ndaj krijuesit, ndaj natyrës, ndaj Zotit, ndaj gjithçka që ti beson. Atë çfarë do qoftë ose mënyra se si beson ti s'ka rëndësi. Po mendoj që çdo moment duhet jemi falendërues sepse kurse din kur vjen taksirati. Edhe çdo sen e lun e ka rolin e vet në jetë. Çdo e mirë, çdo e keqe që ki bu, nuk e di pse njerëz nuk po i friksohen veprimeve të veta. Se në këtë botë gjithçka po kthejke. Edhe të kishim pas njerëzit pak ma shumë ndërgjegje edhe veç me menu pak që ndoshta më kthehet që kjo që jam të bu. Se e mirë se keqe, mendoj që ndoshta veprimet kishin qenë më të mira ndaj njerëzve të tjerë. Unë on gjithmonë kur çona në mëngjes, o krit pa parë brekime dash dikon. Po dhe? Do të thonë, aty so interesant. Është shumë e thjeshtë. Sanet ma me vlerën këtë dyja Zoti ka qit pa pare me dash dikon, me respektu dikon, komplimi, këtë më pa pare ki hej. Edhe që ajo është pasuni bre, që ajo është pasunia ma e madhja në fakt. Përbes po, apo kupton. Adin kur të kënaqet shpirti, kur ja thuti një fjalë mirë, kur ja jap një përqafim. Unë jam pak jo me do të kisha me thonë po çe, për shembull muajin e Ramazanit. Unë nuk më imagjeru, në muajin e Ramazanit pa kom qef me mbledh njerëz në sofër, mul pak më herët edhe me pas petlla. Për Ramazan, së dyqysh, unë mendoj që hurmja, llakumi, petlla e karakterizon muajin e Ramazan, atë do të më dallu çaj muj pe ditëve që shkojnë atë tjetër sen, apo kupton? Edhe thirrja e iftarit edhe I ka ato specifikat e veta që e bujnë. Apo kupton, nëse ti s'ja bën çato. Për shembull, kam njërë që jem çu valla, hajde se ku pi vesh një jogurt ose fyr. Por ka qëllimi veç mu çu, se fakt është edhe me Kur'an, ti veç nëse qosh për gjumit. Edhe bën ja ty të njihet. Po është mirë me dhënë një dritë mu çu dej poshtë. Çaj është lezeti, çasoj që ti po bën diçka për Zotin. Me shiu krejt procedurën. Bravo. Ju veç që kem kënaqur. Sikur suksesin kur do të më mri, thonë shijoje procedurën derisa të mrin, rrugën derisa mrin te suksesi, sepse kur të kthehesh pastaj e thu çu se kum shiu bile. Unë po mendoj që na vetë pe komplikojmë jetën. Unë çu ditë na tash edhe pe kolegëve të mi. Kolegi jemi, s'pja përmend emrin, duhet mi thonë një djalit migjes, merri parët, shkon filon lokali, mi blen patikët numër 42, ti kush je që s'po shkon? Po. Pse është marrë ti me shku me një qendër tregtare, që unë i vesh i parë trener, ka për qef i dal, e takoj njerëz gurbeshqare. Është qef bre, është qef me do në qendër tregtare, unë kom qef. Unë momenti që shumë jam relax. Unë në dy raste gjithmonë dal, kur jam shumë nervoz edhe kur jam shumë chill. Kur jam shumë i qetë. E ndjeje, relaksona. Edhe unë kur jam nervoz, bëj shopping. Po se qetësona, takoj njerëz. Se ma hek menën. Takoj njerëz, unë flasin njerëzit, na knaqe, nalna me ta, bisedoj kajt jeti që të sa mirë, më del dika i njefshëm, nuk pritoj me fol me njerëz. Do më thonë, ta shti mos bën humor në përqendër, se normal, se aty nuk je dal me lujt. Njerëzit edhe kanë qef me të pa live qysh je, qysh dokesh, edhe funit është reklambre, ti për reklamon vetën tonë, qysh dokesh jashtë rolit. Adem, tash po ma luni me 4 kapuqa në qendrë tregtare, s'di njëri apo këcem pilota që po bëna. Po dhe në fakt bashkë atëherë merr vëmendjen mas shumë ti, kur mundu është murujt. Unë jem direkt kundër këtyne. Okej, jena në aeroport, në 5 mëngjesit për në me po loll me dimi kindim, 7 kapuqa kanë herë edhe vetë se po loll edhe pritoj edhe me kolegën me fol. Ama 12 ditës nalbi mall po pritej me dal. Për çka kush je more ti funit, çka bën more ti, çka përfaqëson. Unë bëj veç humor. Ai tjetri Zidane. Ai është shumë i mirë që Zidane. Shumë perfekt. Se ishte nimi blok kamrana ditës. Edhe ai nifët shumë i famshëm, ai tjetri që bën diçka tjetër. Po që zot apo den. I kam edhe do pyetje për fund kështu pak më interesant. Pikante. Po. A është në lidhje Adnani? Jo. Single. Nuk jam, po tash na po flasim me dikon se tash normal. Po në vetën e zot single derisa qasaj femni thëm ti je me mu, apo kupton edhe a je ti me mu, apo kupton, domethënë drejt s'është marrë vendimin. Po, s'është marrë çaj vendim, dyqysh. Po normal, se na flasni me dikon,
Apo do këtë vështirë që ke procedura për me njoft dikën? Nuk e kisha besu që kam e mdall problemi më i madh për me njeftu dikën. Nuk e di, nuk po du ka qika shumë të mira, po nuk po ka qika të pregaditne për me ndru status. Jo veç me ndru status Facebook, po me ndru adin mënyrë mentale, mënyrë emocionale me kone pregaditne që ti ti tash po shkon te burri, tash jo pse bëbot nami që po shkon te burri, po janë do gjana tjera. Edhe unë vet duna me ndryshu. Apo kupton, janë do gjana që një kohë kush ma ka marrë dikush tjetër tash e ki me grunë sane, nuk janë përgatitne për jetën bashkërtor ose partner, nuk janë përgatitne, apo kupton. Mandej po harrojnë që jeta nuk është në profit, po, unë nuk jam humorist në jetë reale, unë nuk pi drogë, unë nuk pi cigare, unë nuk pi alkohol, edhe nuk pi në diskoteka. A presin shumë shpesh që ti me bo humor edhe gjatë kohës jetës përditshme? Unë e din, unë kam shumë humor. Ti je kështu fanisht, të vërtet, po nuk është... Kam humor mrena tavolines, po jo në qytet. Po po, e kanë ide se haj se kë aktore sanë edhe kë tipi natës, unë veç ato si kam, apo kupton, nuk po du se në diskotekë unë shkoj edhe vetë aty këtu në herë. Nuk po du me thonë ata që shkojnë në diskotekën të këqij, no. Jo, më pësë është stili jetës tënde. Stili jetës tënde, nuk kum ngre me shku që aty, sum ngre, apo kupton. Kreto është normale. Kreto është normale, nuk kum ngre unë çdo ditë me pi alkohol. Kur njetë nuk I kesh ata që pinë, unë nuk pi. Ushtroj fitness, ushqena pak, është mënyra jote, nuk ma thjesht nuk ma ka na vëlla. Apo kupton, nuk e shoh diqysh. Unë jam shumë I lidh mas sportit, kam qef me shetit shumë, kam qef në qëta tripa jam, abdi në qëtë vajp jam. Darë të mirë, bravo, darë të mirë, shoqni të mirë, me u thu dikun ma largë, me ballë time, me pas personin e jetës që nuk marrë në jetën, ma leton jetën, që kam qëllë vëlla, abdi nuk I du bërtimat, nuk I du zgjedhet panika, streset. Po, abdi, e kanë putrimin, hajde pakojna, jo bre, abdi, që kjo jam une. Okej. Pyetja tjetër, çka është një e vërtet, ndoshta që ekziston në jetën tonë për momentin, që është më e vështira, po është e vërtet edhe e kiq ato. Po dhe thu, që do këtë vështirë, apo din? Disa po ma kupton pyetjen çfarë po thon. Po mënona me kuptu. Një realitet që e ki për momentin, po që është I vështirë. A ki diçka që... Unë menoj që sani që me mujt me hyt të vetja, me nal të setting të vetja, që e kom të shtirë, që në realitet në këtë qëshni që ashtu dash me kanë, që e kom të shtirë edhe që s'muj me hjek është veç që unë njerëzit I du ma shumë se që duhet. Edhe që nuk muj me ba off. Jap shumë dashni do me thonë. Po përse që ashtu mush në batari. Unë nuk muj me dasht shokun, shoqen, partneren, nonën, vllon ato, hajtë veç pe du sot pak, nesër ma shumë në. Unë e du, apo kupton, se që ashtu mushna, edhe mas nej me pak mu më lëndon shumë edhe unë jem tip që nuk thejna mrap, apo kupton, jem tip që hiqish do me thonë po kallët komplet dyjaja u kryaj, ja nuk thejna. Cila ka qenë koha ose hera fundit që ki kajt edhe pse? Para 15 minuta. Që kajtëm bashk. E vërtet. Këshira për tu as për tu. Ja, për thëmë se nuk e moj men me një intervist që jem bo me letë kështë. Kam zamër. I love you. I love you too. A ndihesh I përmbushën? A jetu kërku diçka halo? Jo, përveç që në emisionim të e ba, jo me projekt që sa për televizione, shumë se kum ditë që në vjetë që ke vështërsi që me pas probleme hyme një televizion, shumë rranë edhe dolovere, unë nuk di me shku me një emision me një komandant, me thonë shtene jo, unë menoj që I kam 20 vetë karierë, edhe mjafton që ajo, edhe di ma mirë se shumë atë që jenë në mrena. A ma si persona ndihesh I përmbushën? Po, si atë nina I përmbushën, se unë nuk jam tip na folë më herët për Zotin. Unë e kom familjen, I respektojnë, shoqnia I respektojmë, punën që e boj parit I kam shumë halal, edhe këtë që e kam shumë halal, dina I përmbushën, po tash dikush më të thonë lje se pa martu, jo, mu nuk më bon I pa përmbushën martesa. A vëdon se unë njof shumë njerë që jenë të martuar, po veç martesa, mos na I qovë Zoti ashtu. Përmbushje të tilla nuk... Po, jam shumë I përmbushën prej poplit që donë që 20 vjet, edhe vazhdon me pas dashni hala, edhe ku dal cilën derë të qeli, e ndjeni far dashni, një far respekti.
edhe për fund, cila është frika më e madhe e Adnanit? Fluturimi. Për një me? E ki fobi? Unë, do më thonë, gjartë një është ajo gjësyshna, unë i kam disa frikë shtë njët në alësit, i kam shumë, do më thonë mu edhe jeta dhe profesioni është që u thej shumë, edhe sa herë t'hypin atë dreq, fluturimi, kam shumë fobi, munona mos më adhon tjerve qatë vibe, po kështu non-stop tutna, deri sa të qona, deri sa të bi, për gjarpën, nëse më del, menoj që që aty përfundoj. Nuk qona ma, ja, menoj që nuk, gjë më thonë gjarpë një është sani që më lu. Uroj mos më na dal në ka. Kurrë njët inshallah. Unë Adnan të falenderoj shumë, se më duket një orë këna po muhabet, ama këtë din. Po, që ka shpejt, vëllat, shumë përshkon shpejt do më thonë në kafe, po ta kësh me përshim ka 2-3 ore se ka 2-3 ore, vërtet, rrina shumë gjatë. Ka logaritit kur folmi, sa shumë folmi, ja. Shumë kaluana mirë, të falenderoj shumë, je për një meni personi mrekullueshëm, edhe veç t'i uroj gjithat mira, suksese më të mëdha, edhe çdo që ki qefti, edhe t'i don zamra, inshallah Zoti t'i bjen. Unë shumë të falenderoj edhe erdha me qefin më të madh, mas pari për jo se zakonisht nuk ka problemi se më shku s'erdha me ta bëj argatin. Ka dhe drejt. Jo se zakonisht hajse po shkoj, jo s'erdha me ta bëj argatin, po erdha që e di që e kini podcast që e vlerësoj. Nuk është podcast veç hajt, i 30 centa, po është podcast pak më nivel edhe të vlerësu ty si qik. E masanina i si shoqe, si mike, si motre, si që më të thonë. Thank you. Se ke shoqet më të mira i bona shoqe drejt të hana. E vërtet, kalum friendzone. Kështu që faleminderit shumë për tjerat përorimet e tua, faleminderit çka ka vendos Zoti i mirëpres edhe tjerat që na kesh. Inshallah veç të mira. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty. Ky është Amr Fati, edhe ju e dini që është plot dashni, e ju presim në epizodet e tjera me mysafir të mirë sikur Adnanin. Arrini si me ves, Allah hile. Okay, nice.